kishëm një njoftim nga ana zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, ku në mënyrë obligative të gjitha bizneset ose 1300 biznese, të cilat të kanë punësuar më shumë se 50 punëtor apo që kanë pas qarkullim më shumë se 10 milion në vitin paraprak në 2024 tani janë të obliguar ose kanë qenë të obliguara që me 1 qershor të dalin në tregën e hapur. Kjo i zuri bizneset në befasi, për shkak se nuk ishin të njoftuar më herët, ndërhyrjen në planet e investimeve të tyre. Disa kishin fillu investimet në zgjerimin e kapacitetit prodhuese, disa kishin plan për me fillu investimet të reja ose zgjerim të investimeve ekzistuese, dhe kjo i detyroi që të ndalin investime dhe të riorientojnë ato investime në panele solare, bateri e kështu me radhë. Pas shumë kërkesa, takimeve, nuk gjetëm mirëkuptim as se zyra rregullatorit të energjisë elektrike, po gjetëm mirëkuptim as se qeveria e Republikës së Kosovës që tipet një fazë tranzicionit së paku një vetë mënyrë që bizneset të pregaditën, po për më shumë pregaditu tregu, se tregu ne kishëm pa pregadit në atë periudhë kohore, ishin vetëm 3 furnizues, ishte Keku, që asnjëherë s'ka furnizu, po ka posedu licencën për furnizim, ishte Noa, e cila në shprehimore me shkrem ju shpërgjigj bizneseve që nuk është interesuar këtë veti furnizoj me energji elektrike, dhe çka ndodhi në fund vetëm prej Keskos, si pjesë e Kecit, apo biznesin Dompi Kecit, vetëm për bizneset Kesko. Dhe kështu erdhëm deri te një indikacion që po krijohet monopoli, një gjendje faktikisht u bë. Dhe kur fillun të marrin ofertat bizneset, çmimi i energjisë elektrike filloi me variu 200 deri në 400% më shtresi që kanë pas më herët.